Përshëndetje, ndjekës dhe shikues të gazetës Demos. Tashmë veç e dini jemi në kohë fushate, por para se me të dalë të intervista dhe të personi që kemi ftu, dua paka shumë të bëj një lloj prezantimi se kush është. Është shumë lehtë me e gjyku tash, por duke ditur se nga vjen, do të pasur një qasje këtë ndryshe dhe një këndvështrim këtë ndryshe. Është një djalë që vjen nga një familje patriotike. Babai i tij është heroi i Kosovës, është dëshmor që dha gjithçka, dha jetën që ne sot të jemi të lirë. Isa Kastratin besoj gjeneratat më të vjetra se unë e kanë njohur, ata që kanë bashkëpunuar me të. Ne të tjerët kemi lexuar për trimërinë, sakrificën dhe kontributin që ka dhënë për atë dhe. E djali i tij, Qëndron Kastrati, edhe njerë i është rekur garës për të parin e Kamenicës, për të pasë a i ka votat që të rikthehet në frontin që kishte për 4 vite. Mirë se vjen Qëndron. Mirë se ju gjej pleurat dhe faleminderit për mundësinë. Nështë pak të ngjalla ato ndjenjat, emocionet për prindin, por na takon neve si gazetarë, sepse e dim ku jemi kanë edhe kush na ka pru këtu, andaj mu dash pak. Vërtet, jemi fat si gjenerat që na ka ra me i njoh personalisht, ata që kanë arrit me bo gjanë ma të madhe për shqiptarët e Kosovës, me na bo së të lirë, po qka unë e kam me rëndësi me theksu që jo dëmës dëshmëresht, të më dhënë fmit, ju takon ose din me bo gjithë shka si duhet, po qka është shumë e vërtet është që përgjithsisht është një lidhje dhe një dashuri për vendin që të ka shty me u thellu, e me rimendu, ma thellë se qka duhet me koni gatshëm me bo për shoqërinë. Sa shumë duhet me u mundu që sot jena të lirë, nëse dikush u koni gatshëm me jap jetën, nëse dikush u koni gatshëm me jap familjen, nëse dikush e ka dhënë një pjesë të lirisë vet, ka pranu tortura që vetë sot qytetarët e Kosovës, shqiptar me qenë të lirë, na nuk për fat mirë, për shkak të atyre që ata kanë arrit, nuk kem nevojë me sakrifiku në aspektin e jetës, lirisë e tjera, po mjafton veç mu përkushtu, mu angazhu, sepse dashuria për shoqërinë edhe me i bo mirë shoqënisë është gjoja më e madhe që mundet me përjetu një njeri me vedije më të lartë. Qëndron, po besoj që ndoshta edhe mund ta kenë bë këtë pyetje, ke qenë 4 vjet kryetar, për pak nuk e vazhdove edhe një mandat tjetër, po rikthehesh ngarë me Partinë Socialdemokrate, jo një parti e madhe që ka rreth vete vota të mjaftueshme, por që ka guxim edhe shpesh reagon ma shumë se partit që kanë ma shumë vota. Por, po du me të pyet, pse vendos edhe çka të shtyu që me këtë parti edhe njerë t'i hysh garës për Kamenicën, duke ditë ku është PSD-ja, ku është partia e kryetarit aktual, edhe në këtë garë të nxehtë ose të fortë, me hy edhe me u bë përsëri kryetar. Qa e vlen me theksu edhe publikisht është që me kandidat për asamblej, me ekipën që kena garu, dhe më thonë është një marrëveshje, ata nuk jënë të u bo pjesë e subjektit politik, po na jena bo si një ekip me një vizion të përbashkt, me qëllime të qarta, me një dashuri për vendin, që bashkarisht me arrit me shty për para Kamenicën. Kamenica është një trend që ka nevoj me bo një kthes, jo me ndjek trajektorën e vetë, se nuk është e mirë trajektoria që ka ndodhë qoftë për arsye rrethana të jashtme dhe tjera, qoftë për edhe aspektin e perspektives udhëheqjes. Unë për vete kam bindje socialdemokrate, angazhohem që me pas barazin shoqëni, me ju mundësu të gjitha kategorive, me i pas shërbimet sa ma cilësore edhe të gjithë me undi të barabartë. Në këtë aspekt kemi garu, njërën që kemi garu, po edhe njerë po e ritheksoj, jo të gjithë ekipa jënë pjesë e subjektit politik,
po ma shumë jemi bo bashkë me një vizion të qartë dhe një ekip të përbashkë që për mu është ekipa ma e mirë nga të gjitha mundësit që janë aktualisht. Me u kthy te Kamenica, është një komunë kufitare në lindje të Kosovës që ka qenë e kufizuar me Serbinë, nuk ka pas shumë perspektive ekonomike, ka mbetë si në qësh, lëvizja zhvendosja e popullsisë është e madhe, domethënë pas lufte kanë qenë rreth 50.000 banorë, në regjistrimin e fundit janë 22.000 banorë, nëse i këshyr krejt trendet, është ndër komunat, ndoshta komuna shqiptare më e madhe me shpërnguljen më të madhe. Tash shpesh thonë që mungesa e investimeve, infrastrukturës e tjera, edhe këto qëndrojnë, po çka është e vërteta është duhet me pas perspektivë ekonomike. Nuk mjafton veç rruga, veç asfalti që një vend me pas gjallëni, edhe një vend me qenë i frekuentuar e destinacion. Në Kosovë, mas shumë dhe zhvillim pas lufte ka pas ferizoje, se ka qenë komunikimi përmes Shkupit, tash trendin e zhvillimit më të madhe ka Prizreni, për shkak të autostradës, po unë jam i bindur me këto proceset që janë të ardhur, procesi Berlinit, tregu i përbashkët rajonal, veçanërisht ky plani i Bashkimit Evropian për zgjerim me Ballkanin Perëndimor, ku në 2030 na e ka të paraparë që na me qenë pjesë e tregut ekonomik të Bashkimit Evropian, pa të drejta politike, po në aspektin ekonomik po, pjesë që kanë me pas zhvillimin më të madh, e para ka me qenë Prishtinë, Podujev, e dyta ka me qenë rajoni jonë, do të thonë Gjilan, Kamenica, Rani Lukse, kemi me u qenë si pikë kaluese për tregun e Evropës. Tash Kamenica na ku mendojna me bo zonën ekonomike këtë 4 vjeçar për hir të vërtetës, patëm arrit atëherë me bind qeverinë, me qenë fonde, ndodhi pandemia, ndryshimet në qeverinë nuk e lanë mu realizu, po tash duhet me u realizu edhe ka me qenë zona ekonomike me qasjen më të afërt në korridorin 10. Korridori 10 fillon nga Greqia, kalon nëpër Maqedoni, Serbi, shkon Budapest, vjen edhe në përgjithësi në Evropë. Ka me qenë një vend interesant, atraktiv, po ashtu Kamenica 70% territorit e ka kodrinor malor, veçanërisht pjesa e Gollakut është natyrë shumë e bukur, jo e brisht si pjesë e bjeshkve. Bjeshkt janë më të bukura me i pa për një periudhë më të shkurt kohore, po nëse dënë me shku 2 javë e 3 muaj me qëndru në natyrë, pjesa kodrinore malore, për unë që kom lexu e kom mësu, është pjesë më interesante. E tash na që ka duhet me bo është me shfrytzu turizmin malor, me bo sa ma shumë bujtina, po jo në mënyrën që më bo në pjesë tjera të Kosovës, me qenë sa ma shumë e materiale, si natyra, njerëz ku largohen prej banesave ka nevojë me shku me shiju natyrën, mos me qenë një villë në 2 are, po të paktën 20 apo 30 are, me pas sa ma shumë natyrë, edhe me pas sa ma shumë festivale. Do me thonë, tash është një festival i diasporës, është bo interesant këtë vit që e vlen me një prej gjonave të pakta që është bo ma mirë nga kjo qeverisje, po prap nuk mjafton se ajo që ka nënkuptu është diaspora që kanë ardhur atë, kanë pas disa aktivitete. Na duhet me bo ma shumë festivale dhe ma shumë aktivitete gjatë gjithë vitit. Do me thonë qysh ka komuna tjera me ide shumë kreative, do me thonë kanë arrit me pas vëmendje ndoshta edhe botnore. Për shembull Dokufesti në Prizren, Hardfesti, shumë aktivitete tjera. Madje është shpesh e përmendim Mamusha, komuna Mamushe, se ka një festival i domateve, patligjonit, që është e famshme, domethënë prej krejt rajonit edhe prej Turqisë vijnë. Edhe na kem plan që me programin tonë që Kamenica mu bo destinacion, me qenë disa festivale që kanë me pas tërheqje të vizitorëve nga gjithë rajoni, e ndoshta edhe ma gjanë. E kena plan që gjatë mandatit 4 vjeçar me i pru 100.000 vizitor. Tash qysh përkthehet kjo? Bohen disa festivale të ndryshme. Ose për shembull, një prej tyne është na e kem ranqin me kuajt arab më të madh në rajon.
po aty duhet me bo edhe një garë ose një festival ku kena me pru vizitor përveç rajonit edhe Greqis, Austris, Slovenis e vendeve tjera, me pas vizitor të huj. Po ashtu kemi me bo, na kemi një prej aktivista ma të famshëm, mjedisor e veçanërisht për botën e kafshëve që është Arjan Mavriqi, që ka arrit Kamenice me promovu jashtëzakonisht shumë. Pak po shumë. Edhe bashkë na jem të interesuar edhe me përkra Arjanin, edhe jem të interesuar me bo edhe një muze të kafshëve, tani me bo ndërlidhje ku gjatë një viti nga e gjithë Kosova, gjithë nxënës të shkollave të mesme, edhe universitetet kanë me arrit me vizitu muzeun e kafshëve që ka më bo në Kamenice, që nuk ka në Kosovë, besa nuk ka edhe në rajoni muzejt kafshëve. Do më thonë që kjo eksperienca e Arjanit, do më thonë edhe vëmendja, se Arjani mos të harrojmë, ka arrit me pru jashtëzakonisht shumë ambasador në Kamenice, kur kam qenë edhe ambasadorin e Amerikës, kemi bo aktivitetet ndryshme. Kemi me bo një muze të kafshëve ku çdo nxënës që ka me pas lëndën e biologjisë në Kosovë, të paktën me synu një herë gjatë vitit me ardhë me vizitu edhe muzeun e kafshëve, edhe me i promovu, me i tregu rreziqet, sfidat, speciet që janë rrezik, qysh funksionon biodiversiteti, çka janë kafshë që janë në rajonin tonë edhe në Kosovë edhe në përgjithësi. T'lash pak fillim e bo prezentimin e programit, por shkoj kështu, qysh është qeverisjen e kryetarit aktual? Ka pas mjaft ankesa edhe të qytetarët, edhe të politika edhe partit tjera, por edhe keni qenë dikur bashkëpartijak. Qysh është qeverisjen? Njerë edhe, nëso ke qenë kryetar edhe ti ke qenë vetëvendosje? Jo. Po, kur kam fitu, kam qenë vetëvendosje. Me pas PSD, kë e mur si vetëvendosje, për qëndrej vetëvendosje. Qysh është qeverisjen? Ish partisë tane, që ka orientimin deri dikun të njëjtë me ju social-demokrat, por që është një parti ndryshe. Ka bo diçka, veçanërisht në asfaltim edhe trotuare ka bo diçka. Po kur e këshyr në raport me kohën, se kryetarët gjykohen edhe në raport me kohën. Për shembull, mandatin sa kam qenë unë, ka qenë pandemia. Domethënë, është një rrethon faktor tjetër, ose kemi pas vërshime. Mandati me mundësitë më të mëdha buxhetore për krejt kryetarët e komuna në Kosovë ka qenë kë. Domethënë, kena investu ma pak në autostrada, edhe nuk ka pas pandemi as probleme tjera, edhe mundësi buxhetore ka pas jashtëzakonisht shumë. Po, në anën tjetër, nëse mirëfilli e analizojmë çka ka bo, nuk ka bo diçka, nuk ka naj vizion, nuk ka naj ide çysh duhet me qenë. Kur unë kam qenë kryetar, ky ka qenë një prej aktivistëve, që jemi njohë, po nuk ka qenë shumë i dallum ose i shumë që ka me pas një dëshirë të jetë ambicioz. Po, në anën tjetër, qysh po sillet si kryetar, për mu është dëshpëruese. Është një person idhnak, është një person hakmarrës që, domethënë, nëse dikush veç i thot po mendoj ndryshe, ose nuk pajtohem me të, menjëherë këshyr qysh me sulmu, domethënë. Po du me tregu edhe nivelin. Komandanti policisë, policia e dënon kerrin e kryetarit sepse vendoset të hyjë me banesës. Ky e merr komandantit policisë bashkëshortën e cila punon si mëdhënëse ja transferon me një fshat më të larg, domethënë veç me i tregu që në një mënyrë të dhënshme unë jem autoriteti. Po flas për komandantin e policisë. Ka ndodhur. Po ka ndodhur edhe e urnojnë organet, domethënë niveli ankesa me e kthym si mëdhënëse në vendin e punës, ky nuk pranon me kthy. Ose po flasim për zavendës komandantin e policisë, domethënë policia e dënon një prej kerrëve të komunës, ky e urdhon inspektoratin, ku familjarët e tij na e kanë një shitore, një biznes, edhe shkon e i urdhon me ja mbyll. Ose një prej kandidatëve për asamble garon për një subjekt tjetër opozitar, ai veç punon ETC, i urdhon inspektorët me shku me mbyll ETC-n. Domethënë që si lloj qasje, domethënë
kjo për mu vjen nga mosdia, vjen nga ignoranca, edhe tani që ato komplekset qysh me ushtru autoritet, mënohet në njërë të egër, të dhënshme, që qytetarët kur nuk e kanë për krani gjatë tillë, ndoshta kanë me hesht, edhe mos me u dok në publik, se s'dojnë me hinë konflikt me institucionet, po gjithmonë vot është dëshmu që qaj lloj kryetari, qaj lloj udhëheci, që mënohet me shkëp me drejtu komunën, demokraci nuk mundet me fitu. Në qëta aspekt është gënjyse, nuk është as social-demokrat, dhe më thonë, kur e ngën debate, fletë thët, unë jë me komuna që po e heki taksën biznes, të thu, që me thonë, që shpjegohet që kjo për perspektivës të majtë. Në fond edhe nuk është nëjë farë takse, 50 euro në vetë, 100 euro në vetë, për bizneset nuk ka nëjë farë problemi. Bizneset ti mund është me i përkra në mënyra tjera, që ja u bën ma të letë të bërit biznes. Po du me thonë, e promovon si një lloj politike. Nashta ka qenë pengesë edhe i lirën ata ma letë me funksionu, po nuk është diçka që dënë me u identifiku. Edhe në fund, çka është ndodhë 2 vitet e fundit veçanërisht, unë e thëmë e përgjithësi, kë nuk është kryetar i vetëvendosjes. Kë është tu i shërby një biznesi privat, dhe me thonë, i shefit ti, i cilin në emën ti ju kërkën me të biznesëve që fitojnë të nderin, edhe po e thëmë, dhe me thonë, është një... Pra, i shefi vetë në emën kryetarit? Në emën kryetarit paraqitet, që po e sqaroj, dhe me thonë, konkretisht një rast, me tregu qysh, është një prej, në 3 LT, është bërë një rrugë në Malsi, për Zhujë dhe disa fshatra tjera, edhe njëna prej LT, njëna prej kompanive, del dikon 1.300.000 euro. Ndërko, i shefi tina e kontakton edhe i thët, nëse dënë me marrë të nderin, duhesh me na dhonë 10% për kryetarin, 7% kompenzohen me punë shtesë, një 3% është mito që duhet me adhon kryetarit. Ndërko, qysh prej personave akterve, qysh kem dëgju, këta nuk janë të bindën që është kërkesë e kryetarit, ose diçka tjetër kanë dyshim, edhe veç nuk ja ofrojnë atë përqindje, ndërkohë kryetari shkon në zyrën e prokurimit edhe urdhëron, thotë që kë nuk guxon me marrë këtë nder. Tash na e vërtetojnë atë dokumente ata që ndrojnë këto, është e vërtetë, ky e ka çmimin më të lirë, LTN2, është një tjetër për mbi 100.000 euro me çmim më të shtrejt, edhe arsyeja pse është diskualifikuar se thotë udhëheqësja e punishtes e ka diplome nga Shqipëria, nuk e ka të nostrifikume, edhe përgjithsisht nuk e përmend cilin në ligj e përjashtën ato, po dhe përgjithsisht kjo nuk vlen në Kosovë. Në anën tjetër na e kena shkë qeveri, Ministri Anagavci, ku e promovon një prej të arriturave më të mëdha në mbledhjen e 2 qeverive, është që kemi me i njohë diplomat e njëna tjetrës. Po edhe për ma shumë, edhe para kësaj marrëveshje, domethënë gjithmonë prokurim Kosovë, diplomat e Shqipërisë nuk është kërku me unë nostrifiku. Edhe jo njoft ato. Qështu, ose është një rast tjetër me një inspektor që e kanë angazhu, këta ka punu 2-3 vjetë, dhe mas 2-3 vjetë e blenë Range Rover, dhe me thonë një Range Rover 40-50.000 euro. Me Inspektori? Inspektori, dhe me thonë që është i ofert i tyne. Edhe tash neve vetë na paraqitet një qytetar, edhe thotë është një tender i një urën HDN-ës, që i ka kërku, inspektori, i ka kërku 35% nëse dënë me marrë me ndërtu urën. Edhe ai ka thonë, do me thonë, Morina e ka mbi emrin, edhe ai personi na ka kërku që lirisht e bëni publik edhe emrin tem, se e ka pengu një gjatë tillë. Isha në përgjithësi aktivistat ata që kanë qenë... A ka dëshmi këtë që ja kanë kërku 35%? Nuk e di a ka dëshmi, po çka e di është që, domethënë, na ka shpreh, na ka tregu neve, është person me integritet, është arkitekt ose ndërtimtar për nga kualifikimi edhe tjerat, edhe janë çdo gjëra. Tash pak çka problem është që ma pak ka vëmendje prej mediave nacionale, e atje mediat lokale janë të bleme. Domethënë ka qenë një prej pak mediave lokale, po e marrë shembull tash Kamenica online, para pak kohë është punësu ai personi në komunë dhe përmendet komunë që asnjë ditë nuk ka qenë në komunë. Domethënë asnjë ditë, për një ditë.
për hir të vërtetës, veç një ditë ka qenë komun, asnjëherë më, edhe ti e sheh këtë çfarë promovon ai në webfaqe është i sulmon mënohet mi diskreditu opozitën, edhe ndërkohë mënohet veç me promovu kryetarin aktual. Po flas që njëjtit person këta para do kohë ja kanë mbyll faqen zyrtare që e ka përdor, e ka pas si portal lokal, do është me hap diçka tjetër. Një çështje e tillë që duhet, domethënë, nëse qytetarët kanë zullëm për një pushteti, mënyra qysh me ndëshku nuk ka me i qeru hesapet personalisht me ata individ, po mënyra është ditën e zgjedhjeve. Domethënë, çaj është momenti kur qytetarët duhet me ndëshku një zullëm, duhet me ndëshku një çështje të padrejtë. Ose edhe diçka tjetër që po i marr disa shembuj, për shembull, një prej drejtorave të shkollës që është si daj i bashkëshortës kryetarit, i cili domethënë shkon i noton mësimdhënësa të tjerë ndryshe, shkon e transferon gruan e vet veç me marr atë, mësimdhënësat më me integritet, më të përgatitun, domethënë ju shënon drejtje, ju lën nota të këqija, krejt e bën kaos aty, e bën katastrofë, veç për me mujt me përfitu që ai grupi rreth i vet. E këto gjëra nuk bën me ndodh. Edhe çka e vlen me rrith përsërit është që domethënë është e qartë, na i kena tikëm prej 5 burimeve të ndryshme, dëshmi qysh kryetari i ka bë 2 banesa në Gilan, të cilat janë në emër të ish shefit tij, edhe që marrëveshja është pasi ta përfundon ky mandatin kur do ta ndërprerë, ai riangazhohet në çatë organizatën ku ka punu, edhe ato e rregullojnë me letra, tash ai ka një veprimtari biznesore që ma lehtë e ka për me shpërla parën. Po çfarë biznesi po ti? Po është një restoran, është një prej restoraneve më të famshme edhe në Kosovë, edhe në anën tonë. Ja përmendëm me emrin për qendron, më fal për të thënë në emën pa zotëri. Çfarë kam shefën Po shumë. besoj që e kupton edhe pse dëgjua televizive se duron fort, po flasëm shtruar edhe shumë për tokë. Çka premton edhe ku e ke pa tash për to 4 vjet që ka nevojë Kamenica me intervenu edhe me investu? Cilat janë ato projekte që i sheh që ja vlen sa do pak me ndalë që migrimin e qytetarëve? Ja, mas pari më falni për jo modestin, po në kohën sa unë kam qenë kryetar, gati nuk ka ambasador një vendi të zhvilluar që nuk ka qenë Kamenica. Gati nuk ka fond prej ambasadave vendeve që e ndihmojnë Kosovën që nuk kemi arrit me përfitu. Po flas prej Amerikës e deri te Finlanda e gjitha vendet tjera. Për shembull, me ambasadën e Japonisë kemi arrit me siguru fondin për ujësjellsin në Hogosht. Me ambasadën hungareze kemi arrit me përfitu fonde të ndryshme, po ashtu me japonezë, domethënë Rengen, jo prej me gjas as të rajon të Gilanit, kujdesi sekondar shëndetësor, nuk ka qasi Rengeni kaq cilësor. Me Zvicrant një problem që ai ka qenë para meje, po Kamenica pat hy si në lizë zezë, për shkak një blokade disa obligimeve që nuk i kryshin për ujësjellsin Rogan edhe ato fshatrat për rreth, edhe na patum arrit me zgjidh problemin e tjerë. Tash gjoja më urgjente që kemi nevojë me bë është ujësjellsin, ujin e pishëm me zgjidh problemin. Domethënë si vjet është vera me thatë në Kamenicë, besoj edhe në Kosovë, edhe me ndryshimet klimatike, që kjo është urgjencë, nuk është diçka që ndodh një herë në 30 vite, po çdo vit është urrit temperatura dhe thatësia gjatë muajve të verës. Është edhe fusha që unë kom studiu në master gjatë kësaj kohe në Angli, qysh janë trendet e ndryshimeve klimatike edhe cilat kanë me qenë krizat për energjinë, krizat për ujin edhe për gjitha tjerat. Kemi me arrit me siguru fonde, edhe me kapacitetet tona, ujin e pijës kemi me bo me ma shumë kapacitete. Rjeti është arrit me u fitu si fonde, duhet me u evitu dhe që ato problemet, edhe atëherë sa kam qenë unë kryetar edhe ministri,
Matoshi me bankën botnore është sistemi flow që e parasha me ndrru krejt gypat e vjetër edhe me investu që me i zvoglu humbjet në vjetë, gjitha tjerat e ujën kem nevoj me e zgjidh veç me siguru burime treja, nëse janë 5 puse, 10 puse që aktualisht për orën, na duhet me rrit në 30, në 40 edhe 50. Nuk mundemi më me llogarit që për këtë lokacion na mjaftojnë 20 litra për sekond, sepse nëse çaq janë burimet, sepse thatësia po e tregon që në këta muaj mundet që me thënë kapacitet mos me qeni mjaftueshëm, duhet me synu 2 fishe, 3 fishe, 4 fish, ma shumë kapacitete edhe rezervë. Në këtë aspekt është shumë afër, veç duhet edhe me përkrahase ka hi në binar, po flas në kohën sa unë kam qenë kryetar, po këtu ma shumë ka merita qeveria që ka hi ndërtimi i digës, domethënë ka me qenë një ujë mbledhës në Desivojc, ku ka me qenë kapacitet i mjaftueshëm fazën e parë edhe për pije, edhe për ujitje, edhe për tjerat. Është fjala për këtë territorin e Kamenicës. Për këtë, madje edhe më shumë, domethënë edhe Rani Luku mbulohet, një pjesë e Gjilanit e tjera, edhe ka me qenë. Po kjo është edhe si hidrosistem, na kena me insistu duhet edhe në Kremenat gjithçysh me u bë, duhet edhe në Bihogësht me u bë gjithçysh. Zona ekonomike, po edhe njerë po e them, kur të përfundon autostrada, janë ma pak se 30 km në koridorin 10 në Bujanëc, që aty një zonë ekonomike është vend ideal me u kysh drejt në autostradë në të ardhmen edhe në Hekurudha. Po, çka ka me konë synim për mi adhonë si vizion Kamenicës, është me qenë një prej komuna ma të gjelbra, një prej komuna me zhvillimin ma të qëndrueshëm, edhe këto me synu si atrakcion turistik. Tash në qendër qytetit në Kamenicë janë 6 hektar, edhe kryetari aktual, domethënë na i kena siguru burime prej mrena, i kanë po persona të e vizitu vendin, është të dosh ati i shefit ti mi adhon për ndërtim. Domethënë na e kena alarmu këto publikisht, e tjera ata kanë thonë nuk është e vërtetë, ndërkohë e kena siguru edhe dokumentacionin qysh është bë kërkesa, edhe qysh këta kanë dosht me bë qysh tash, po për fat presidenti ai shpoll zgjedhët edhe këta nuk kanë të drejtë me dhënë pronën shfrytëzim. Domethënë çka bojnë veprimet? Mas pari plani zhvillimor komunal, e parashojnë që aty me qenë zonë banimi, që ka qenë edhe në të kaluamën, po nuk ka qenë definuar që prona është komunale. Pas jo prona komunale, aty mujna me bo gjana më të mira që përfitojnë krejt qytetarët. E tash aty e kanë parapos zonë banimi, ndërkohë fillu negociata. Tash ky smuj kemi ja jep pronën shfrytëzim, pa qenë edhe njëherë e miratu me plan zhvillimor komunal zonë banimi. E boni ato, munu shpejt edhe ndërkohë ja nisi negociatat edhe dashti mi ndjek procedura. Tash kjo u ndërprej. Po çka po du me thonë është që ky e ka me qëllim edhe plan, nëse fiton, qatë pronë me ja jep i shefit ti. Qysh, domethënë përmes mikut, përmes prindit, kërkesën formalisht e ka bo përmes prindit të gruas së djalit, i shefit ti. Edhe janë dokumentat, besoj që edhe kanë me u bo publike këto ndërkohë. E na përndryshe prej këtyne, na po mendojmë kështu. Na po thojmë qëre pjesë tjera po shkojnë në ndërtim, edhe po e rritëm edhe ma shumë se 6-7 katë, po shkojnë 8, 9, edhe 10 qoftë nevoja. Se duhet me, Kosova o vendi vogël, nuk duhet me shfrytzu në aspektin horizontal si përfaqen për ndërtim, por duhet me shku sa ma lartë, se jena tu e dëmtu edhe natyrën, biodiversitetin. E thash, para me ndonë në qendër qytetit, po themi, me bo një vend ku është një liqe 2-3 hektar. Nuk po flas liqe si Badovci edhe Batlava, po flas një liqe që janë vendet evropiane ku turistat i vizitojnë. Edhe ai me qenë si atrakcion aty për rreth, domethënë me qenë lule, lloje të ndryshme të luleve, lloje të ndryshme të gjelbrimit, një atrakcion ku nuk ka me pas qytetar në Kosovë që nuk ka me dasht një herë gjatë vitit me ardhë me vizitu gjatë qatë vend, qatë lokacion që është arri me bo. Tash këta po e kundër kandidat po thojnë, po jo, ajo mundet me u tha. Qëre, lumenjt thohen për shkak thatësina, po vendet ku grumbullohet uji edhe qëndrën, dhe më thonë blidhet gjatë kohës së reshjeve, kur ka dimrit, dhe më thonë ajo mundet me qëndru, edhe aty ka burime të ujit nëntoksore, që nëse na e grumbullojmë aty, edhe ato mbushën uj, edhe ajo ka me mujt me
qenë mjaftueshëm me çato për masa që ka me qenë një atraksion qysh janë vendet ma të bukura, po flasë edhe ma të zhvillume në Evropë ku nuk ka qytet, që nuk e ka, domethënë, një park pak ma të madh, me pjesë përcjellëse atraktive, po edhe e ka, domethënë, edhe një liçe që ta jep një ndjenjë edhe një tërheqje ma specifike. Edhe njerë, na nuk jena kundër ndërtimit, unë jam i vetëdijshëm që Kamenic ka me pas kërkesë për ndërtim edhe 5 deri në 10 vitet e ardhshme dhe duhet me shfrytzu qytku. Na jem krejt lokacione tjera, edhe me rrit lartësinë e ndërtesave që lejohen me leje komunale, por këtë hapësinë, domethënë qysh janë krejt vendet në botë që e ka një park, një hapësinë ma të bukur në qendër qytetit, mos me dëmtu, mos me prish. Na duhet me konë pak ma ndryshe, pak ma të veçantë për mu bo ma atraktiv në Kosovë. Nëse bom na si Fushë Kosova, nuk ka me i pëlqy kërkuj Kamenica, se për Fushë Kosovë e ka Fushë Kosovën që ma ofër Prishtinës. Na duhet mu identifiku një vend i gjelbërt, me natyrë shumë të mirë, me ajër shumë të pastër, me qetësi, me atraksionet ndryshme turistike, edhe gjitha tjerat. Në këtë aspekt, ka me qenë një prej gjanave që ka me e rritë që interesimin e qytetarëve edhe Kosovë dhe jashtë Kosovës që me vizitu Kamenicën me qenë si destinacion. Po them, kur t'ja u plotësojmë edhe këto aspektet e festivaleve edhe mënyrave kreative qysh qytetarët edhe prej Kosovës edhe prej rajonit kanë me ardhur, pa asnjë dilemë ka me marrë një identitet, një vizion të vetën Kamenica që ka me qenë ma interesante. Qysh e sheh vizionin 4 vjeçar të qendronit në krye të Kamenicës? Po, tash në 4 vjet na kena me adhon një bazë, domethënë kena me adhon një bazë ku kena mu identifiku si komuna me organizimin ma të mirë turizmit malor, jo i degradum si pjesë tjera, kena mu identifiku si komuna me festivalet ndryshme, kreative, ku identifikohem edhe si komunë e gjelbërt, identifikohem edhe si komunë me aktivitete për trit, edhe si komunë me aktivitete për pleqt. Për shembull, ndërmarrës jashtëzakonisht fort të Kamenicës që janë Zvicër, po flas me jashtëzakonisht fort, që kanë qindra punëtor. Janë të gatshëm dhe janë të interesuar me ndërtu një shtëpi të pleqve në Kamenicë me kritere të vendeve ma zhvillume që janë si Zvicra. Edhe se ata janë të e përjetu që domethënë me prind të tyne. Shpesh prind të tyne nuk ju rrihet në Zvicër, se ata gjatë gjithë kohës janë të punu. Edhe këta as nuk e njohin gjuhën, nuk kanë çka me bëu diçka tjetër, kanë dëshirë me nejtë në Kosovë, po janë të vetmuar, nuk kanë aktivitete sociale e tjera. Ata po e mendoj se shumica diasporës në Kosovë ma shumë kontribuojnë si pasion, dëshirë, dashuri për vendin se sa që është interes me u kthy mrapa. Si për shembull, e folshim Dua Lipa sa në festivalin e bëm veç për shkak të prejardhjes. Domethënë një ditë, një vend si Tokyo, New York ose Londra, me i marrë hyrat nuk mundesh me i bë me këtë festival për disa vjet. Edhe këta e kanë si nevojë me bë mirë, domethënë qytetarët e Kosovës me e përjetu dorën e tyne që ai grup që ka nevojë është ka ndihmohet prej tyne. Edhe e kanë ide të qartë, e kanë diskutuar tjerat, nëse fitojmë, veç kemi me i përkra, me i mbështetë dhe kam u realizu një gjë e tillë. Po qysh tani në anën tjetër, kemi në program edhe me pas ekskursione për pensionerët, domethënë në baza të rregullta, me qenë me vizitu lokacionet ndryshme në Kosovë, po jo edhe veç në Kosovë, në Shqipëri edhe në vende tjera ku ekskursioni, domethënë transporti organizohet prej komunës me shpenzimet komunës e gjitha tjerat, po veç të më shumë mos me mbet, qysh ka mbet, domethënë pa shpresë, pa aktivitete, pa asnjë gjë, se na s'duhet kur me harru që sa mirë jemi sot, është sepse ata kanë punu edhe janë angazhu shumë.
Po, Kamenicën që shesho unë, dhe me thonë, ka me u përmend si komuna model, ma e gjelbërt në Ballkanin Perëndimor, ka me u përmend si komuna me teknologjit, me mas shumë të lloje teknologjive, që janë si sfida dhe që inkurajohen prej vendeve zhvillume për vendet në zhvillim, si kurse, do me thonë, zvëglimi e emitimeve të gazrave të karbonit, kapja e karbonit që vetë se ekziston najrë dhe gjitha tjerat. Nëse na si kryetar komune jenë organizu dë vizita, komuna ma e gjelbërt që ka qenë, që prej krejt Evropës shkojmë është Freiburg i Gjermanisë, dhe me thonë komuna që nuk ka shtëpi gati, që nuk ka panele solare, ka jashtëzakonisht shumë energji të ripërtreshme, ka jashtëzakonisht shumë reciklim të materialeve tjera. Unë po du që të vizion me adhon Kamenicës për Ballkanin Perëndimor, dhe me thonë nëse... A e pranon Kamenica është... Po, gjithsesi e pranon, nuk është kjo një sfidë. Këto janë kryesisht merit e ish kryetarit Begzat Sinani, po me ardhjen tem jëmë përkra dhe ma shumë. Dhe na i kena 2 investime në energji ripërtreshme. Njona prej tyne është energjis me erë, me kapacitet, nëse s'gaboj 32.4 MWh, edhe tjetra është me panele solare në vësel, nëse s'gaboj me 3 MWh ose 5 MWh kapacitet. Po aktualisht Kamenicë prodhohet 2.6 herë ma shumë energji elektrike se që konsumon krejt komuna. Na veç ja kena nisë me morë qytetintet, nuk është për Kamenicën nuk e panjohën çka janë turbinat e energjisë me erë. Për Kamenicën nuk. Që për Prishtinë po. Po, nuk është e panjohën. Ka dhe prej Prishtinës shumë që e vizitojnë Kamenicën. Së është e para që e ka pas këtë parkun e energjisë me erë, ndërkohë edhe ka kjo pjesa Shalës. Tani është bo me kapacitet më të madh, po janë bo tjerat. Si e shë, nëse standard preva, si e shë bashkëpunimin nëse vazhdon me met kryeministër zoti Kurti edhe për një mandat duke ditë e thatë për kryetarin aktual, por e dim që Kurti është edhe ma i dhnak edhe ma hatërmbetës. Si e shë është mision për ty në momentin që e merë pushtetin edhe dëvyn, ndihma ose bashkëpunimi me zotin Kurti, duke ditë që këtë qenë aty, edhe tashmë nuk je e shë si sfidë bashkëpunimi me të, apo e ki i formull që mundesh me a thy mendjen me lëshu dorën për Kamenicën? Unë, për shansën, nëse e shumë kryetari aktual, e ka pas edhe qeverin, po nëse e akshur ti bugjetin, edhe të komunës, edhe projekte të nivellit qendror, përqindja është shumë e ullë që ka arrit me shpenzu. Bashkë e këshirë shumë diagramin, është shumë ma e ullë se edhe në kohën temë. Nuk është gjithë shka, dhe me thonë, veç vullneti i qeverisë apo dënë me të përkraju. Duhet me pas edhe dije, edhe me pas menaxhim efikas, eficient, me arrit me udhëheq projektet, edhe me i bo mirë. Unë personalisht, dhe me thonë, kushdo që është kryeministri i Kosovës, ka me u ofru, me bashkëpunu, edhe unë e respektoj, do me thonë, vullnetin e qytetarëve të Kosovës që përmes përfaqësuesve tyne e kanë caktu dikon kryeministër. Interesi jam është që Kamenicë me pas sa ma shumë zhvillim edhe sa ma shumë investime. Unë ku me bo qmës që kushdo që tjetë në qeveri me kriju relacione, raporte që me arrit me shty për pa. Tash unë pa dileme thëmë që edhe nëse është zotri Kurti, kryeministër, unë ku me arrit ma shumë se kryetari aktual me siguru investime, me siguru fonde, me siguru... Se unë i kuptoj ma mirë se kryetari aktual, dhe më thonë, çka janë objektivat, cilat janë parametrat që Kosova duhet me u dëshmu edhe para bashkimit evropian, edhe para ndërkombëtar. Unë s'kam asnjë dilemë që kryetari aktual nuk e din çka janë Sustainable Development Goals. Dhe më thonë, këtë kombet janë përcaktu që qëto janë pikat që na duhet me u përkushtu, me u angazhu. Edhe Kosova, edhe fondet ndërkombëtare, krejt shkojnë gati në qatë drejtim. Nëse ti që ato i kupton logjikën më rapa, keme arrit me përfitu, me tërheq fondet tjera. Unë e di që këta fondet ndryshme e kam bo, po o dëshmu që as këtyne nuk ju ka shpërbly, as të tjere. Unë mendoj që tash në mandatin e ardhshëm edhe vetëvendosja ka me pas si synim, mu angazhu
që nuk e ka një qasje t'il idhnak që për dikën jem nanë, për dikën jem njerëk. Edhe e fundit, në këtë drejtim, pas kësaj që ka ndodhë me Amerika, që ku e ndërprejtje pëzulloj dialogun strategjik me Kosovë, unë mendoj që gjasat që Albin Kurti tjetë kryeministër janë 0.1%. Nuk ka me qenë mo askush që e përkra ka me vendos Albin Kurti për kryeministër. Nuk po thëmë o mendimi jame ose së mendimi jame, është analizë e qartë. Raportet që ka pas me opozitën, me Bashkimin Evropian, sankcione e tjera. Po veprimi e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ku me pezullu, dialogun me Kosovën për shkak një individi dhe e ka përmen eksplicit, si pas meje është e qartë që gjasat që Albin Kurti me qenë edhe njerë kryeministër janë 0.1%. Po e thamë se trendi është i ranjës, gjitha problemet tjera, po veçanërisht unë e vrejsha edhe nizma ke e gachme me shku në qeverije tjera. Po në momentin që duket që jetu u bashku me dikën që Amerika nuk dën me po atë, nuk besoj që ka me shku. E fiton Kamenicën? Unë e tham me bindje të thellë që kryetari aktual e humb Kamenicën. Prej, po e marrim shembull, kryetar ka qenë Shajip Surdulli, kur ka fillu votimi i drejt për drejt me u bo për kryetar, gjithmonë kryetari aktual ka humb, gjithmonë, sepse nevojat janë shumë atë mëdha se mundësit. E veçanërisht nuk ka mundësi me fitu një kryetar që nuk i zgjidh problemet për gjithë. Për shembull, na e kena bo kontratën kolektive, cilën kena me bo prap, të gjithë mësimdhënësve ju ka zgjidh problemi. Nuk ka pas mësimdhënës që ka mbet pa paga, pa norm, pa mbulesë. E një kryetar i cili këqyr me i dëmtu të tjerët për me përfitu një grupi vete, a i mundet me marrë një përqindje, se me qatë sa ka pushtet është 30%, 35%, por nuk ka kur mundësi me fitu në rundin e dytë mbi 50%. Kështu që do më thonë, pa balotazh keme fitu? A me balotazh? Ja, unë s'po thëmë që keme fitu pa balotazh, unë po thëmë që gjithsesi në Kamenicë ka balotazh, se janë 5 kandidat të fort, do më thonë me dallime tjera, janë pakicat, janë tjerat, është e pamundur me fitu dikush pa balotazh. Po kryetari aktual nuk ka mundësi me fitu, nuk e ka asnjë element. A kje rrezik për këtyne tjerve, mund ta rrezikojnë? Jo, unë pisha, unë qa e them, është që unë publikisht po e them, nëse dikush tjetër shkon me kryetarin aktual në balotazh, ka me pas përkrahjen edhe mbështetjen tonë, pa asnjë dilem. Edhe në rast se shkon në balotazh, kime lyp përkrahjen e tyre. Pa asnjë dilem. Unë që e kam përshtypje, nuk më është thonë, po që e kam përshtypje, o që të gjithë, edhe e kanë thonë, edhe publikisht në debate, të gjithë janë të bindun që ky kryetar nuk duhet me vazhdu. Dhe me thonë, është jo mirë njës, është idhënak e tjera. Unë po flasë, dhe me thonë, edhe për ata që e kanë përkra mandatin e kaluam. E konsiderojnë gabim, e konsiderojnë që o dëmtu shumë imazhi Kamenicës, nuk o një prej përfacuzve që një qytetari Kamenicës ndihet mirë në Kosovë ose me dikën tjetër. Ambasadorët, organizatat e huaja, takimet me to janë dëshpëruese, zhgënjyese, kështu që nuk e ka asnjë element që dikush që nuk ka interes të drejt për drejt, kish me pas dëshirë që këme u rizgjedh prapë. Edhe prej krejt rrethonave e kam bindjen e plot që opozita ka me u bo e bashku me rëzu këtë qasje të qeverisjes ku ma shumë është zullumqare se sa që zgjidh probleme, edhe ma shumë është për me përfitu një grup i ngushtë që për mu, unë që jam të e po tash në teren, nuk është as vetëvendosja, po flas janë edhe veç një grup i ngushtë. Unë për shkak më ka rase se tash kena një histori më vetëvendosje dhe kena një personale, po edhe këta ngilan e kum kuptu që e konsiderojnë që kadria është të punu kundër tyne me shefin e tyne. Po flas Alban Hyseni. Është janë të e thonë, kështu jo publikisht, janë të e thonë që kë punon kundër tyne sepse është të e përkra i shefin e vetë që a i ka tjera interesa për Gilan.
Jem politik edhe nëse zbosh kryetar, apo në momentin që zbosh kryetar përfundon karriera politike e zotit Qendron? Jo, unë jam politik. Unë politikën e kam përmbushje. Unë edhe qa studioj, edhe çka bëj, edhe çka lexoj është o përmbushje, është knatësi. Domethënë, nëse unë arri me u mundu mja u sqaru shoqënisë, mja u qartësu çka janë nevojat e kohës, qysh duhet me u zhvillu shoqënia në të ardhmen, qysh krijohet një barazime e madhe, qysh krijohet një prosperitet më i madh e tjera, që ajo unë përmbush. A fitoj as fitoj, për mua nuk ka shumë rëndësi, ma shumë e shoh veten në shërbim të këtyre temave. Si kryetar mirësh me të gjitha për qatë komunë, po tani si tema specifike që ma vonë, pasi të kryj mandatin si kryetar sa do që t'jem Kamenic, synoj më angazhu në nivel qendror me tema si mjedisi, transformimi i energjisë, domethënë me kalu në energji të pastër, tranzicioni, arsimi, shëndetësia, demokracia, qeverisja lokale janë disa prej temave që në mënyra të ndryshme e kam plan me kontribu. Nuk e shoh këto a kam sukses, as kam sukses, ma shumë e shoh veten në shërbim të asaj. Unë edhe tash i kam thonë Kamenic, nëse arrina me gjetë një kandidat, se na duhet me funksionu si një grup i njerëzve, bashkëmendimtarve, me ide të përbashkëta, edhe nuk ka rëndësi cili unë atë po garoj për kryetar. Ka rëndësi, që me thonë, qysh na mundemi me i shty qatë vizion edhe qato ide për para, e tani, që me thonë, vendosim se kush me kë po kandidojmë si pasoj e qysh llogaritet. Në aspektin taktik e strategjik që mujna me arrit me i shty idet ma për para. Dhe ta që kom thonë për Kamenicën. Unë isha kon i interesum në ashta dhe me gjithë dikën tjetër e kësi, po për shtypja analizat në teren dhe ekipa ka mendu që prap për këtë kohë, unë jam alternativa ma e mirë me arrit me fitu në komunën e Kamenicës. Me mujtë kryetarën aktual. Nderum, në rastës të kom pyet diçka, 1 minutë, ku e ki kamerën edhe drejtojo Kamenicës pse do të me votu Qendronin. Kamera është për ty, lidhës. Unë i ftoj krejt qytetarët që arsyet pse votojnë një kryetar komune është që t'jetë ma i drejt, ma i dijshëm, që ka me vendos rend dhe rregull për gjithë, qysh ka me qenë krenar edhe model, dhe me thonë edhe të brezat e ardhshëm edhe të trit e tyne, se cili është përfaqësuesi i tyne. Kjo duhet me qenë mënyra se si na vendosim edhe e zgjedhim udhëheqjen e komunës. Niveli përgatitja e kryetarit është përfaqësim e krejt qytetarëve të komunës. Nuk duhet, domethënë, për një vend të punës ose për diçka tjetër me shit të ardhmen e fëmijëve tonë edhe brezave gjenerata të ardhshme. Faleminderit Qendron. Faleminderit shumë. Pra, na kaq kishim në intervistën me zotërin Qendron Kastrati, e ne do të shihemi në intervistën tjetër, por mos harroni shpejt vjen dita kur keni me votu, e atëherë është vonë, ndoshta kur të shihni mas 4 vjetë kënd e keni votu, por deri në ditën mendoni mirë, shihni projektet dhe vendosni ta votoni ai që ju bin edhe që garanton më shumë të shihemi.